Ky është horoskopi për datën 19 janar 2026. Faleminderit që na ndiqni. Nëse keni pyetje, mund t'i lini ato më poshtë në koment. Dashi. Dita e 19 janarit për dashin sjell një ndjenjë rifokusimi dhe nevojën për të vënë rregull në prioritetet personale dhe profesionale. Pas disa ditësh intensive, ndiheni më të kthjellët për të kuptuar se cilat betejë ja vlen të luftohen dhe cilat duhet të lini pas. Në punë dhe financa mund të lini një situatë që kërkon vëmendje dhe vendimarrje të shpejtë. Këshilla është të mos veproni me nxitim. Një pagesë, ofertë ose bisedë për rritje financiare mund të jetë në horizont, por kërkon strategji. Në dashuri, beqarët ndihen të hapur emocionalisht dhe mund të tërheqin dikë përmes energjisë së tyre të drejtë për drejtë. Një njohje e re mund të nisë papritur, por ka potencial të vërtetë. Për çiftet, dita sjell nevojën për komunikim të qartë. Mos i mbani ndjenjat për brenda dhe të prisni që partneri t'ju lexojë mendjen. Shëndeti është i mirë, duhet ta kanalizoni energjinë tuaj në aktivitet fizik. Demi. Këtë 19 janar, Demi fokusohet te stabiliteti dhe siguria. Do të ndjeni një nevojë të fortë për të mbajtur kontrollin mbi financat dhe jetën personale. Në aspektin profesional, dita favorizon punë të qëndrueshme dhe zgjidhjen e çështjeve që ju kanë mbetur pezull. Një vendim i marrë tani mund të ketë ndikim afatgjat, veçanërisht në çështjet ekonomike. Në dashuri, beqarët ndihen më selektiv dhe nuk kënaqen më me lidhjet sipërfaqësore. Një person që ndan vlera të ngjashme me ju mund të shfaqet përmes rrethit shoqëror ose punës. Çiftet do të përfitojnë nga një ditë e qetë, ku stabiliteti emocional dhe mbështetja reciproke do ta forcojnë më tej lidhjen tuaj. Shëndeti është i mirë, por kërkohet kujdes me ushqimin dhe lodhjen fizike. Trupi juaj reagon më mirë ndaj rutinës dhe një disipline të fortë. Binjakët. Kjo ditë për binjakët sjell komunikim intensiv dhe ide të reja. Mendja juaj është aktive dhe e mprehtë, duke ju ndihmuar të gjeni zgjidhje kreative në punë. Financat përmirësohen përmes një ideje ose bashkëpunimi të ri, por ju duhet të shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, beqarët përjetojnë një flirt interesant që do të nisë nga një bisedë e thjeshtë. Çiftet nga ana tjetër do të ndihen më afër njëri tjetrit nëse ndajnë mendimet dhe planet për të ardhmen. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj stresit. Pushimi, gjumi i mirë dhe shmangja e mbi ngarkesës mendore do të jenë thelbësore për binjakët këtë ditë. Gaforja. 19 janari për gaforen është një ditë emocionale, por ndriçuese. Do të ndjeni nevojën për siguri dhe mbështetje, sidomos në marrëdhëniet personale. Në punë është një ditë e mirë për të konsoliduar pozicionin tuaj dhe për të treguar për kushtim. Financat mbeten të qëndrueshme, por duhet të vazhdoni të shmangni shpenzimet emocionale për njerëzit që ju rrethojnë ose familjen tuaj. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ju ofron një ndjenjë sigurie dhe mirëkuptimi. Nga ana tjetër, çiftet do të përfitojnë nga bisedat e thella që e forcojnë më tej besimin në çift. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale. Kujdesuni për veten edhe shpirtërisht, jo vetëm fizikisht. Luani. Data 19 janar sjell për Luanin një ditë ku vëmendja kthehet fort te roli juaj në raport me të tjerët dhe mënyra si po e përdorni fuqinë dhe autoritetin tuaj. Do ta ndjeni qartë se njerëzit presin diçka nga ju, qoftë në punë, në familje apo marrëdhëniet ndërpersonale, dhe kjo mund t'ju jap një ndjenjë krenarie, por gjithashtu ju shton përgjegjësinë. Në aspektin profesional është një ditë ku do të dilni në pah, do merrni fjalën ose do drejtoni një situatë duke i dhënë një zgjidhje që të tjerët nuk e shohin. Megjithatë, suksesi do të vijë vetëm nëse e kombinoni vetbesimin me përulësinë dhe të dëgjuarit të mendimeve të tjerëve.
Në dashuri, beqarët kanë një magnetizëm të fortë dhe do tërheqin dikë që i admiron, por duhet të bëjnë kujdes që lidhja të mos ngelet sipërfaqësore. Për çiftet, 19 janari kërkon vëmendje ndaj partnerit, më shumë dëgjim dhe më pak ego që lidhja të dalë më e fortë. Vizhëresha. Për vizhëreshën, 19 janari vë theksin të rregulli, organizimi dhe përgjegjësia, por njëkohësisht jufton të mos jeni tepër kritik ndaj vetes dhe të tjerëve. Mund të ndiheni të ngarkuar me përgjegjësi që kërkojnë vëmendje të madhe ndaj detajeve, por kjo është pikërisht pika juaj e fortë dhe ju ndihmon të dalloheni. Në punë është një ditë e mirë për të përfunduar çështjet që kanë mbetur pezull, për të rregulluar gabime ose për të vënë baza të qëndrueshme për të ardhmen. Financat janë të mira sepse po bëni zgjedhje të mençura, por duhet të kuptoni qartë ku po shpenzoni më tepër se ç'duhet dhe ku jo mjaftueshëm. Në dashuri, beqarët janë të kujdesshëm dhe nuk pranojnë lidhje pa perspektivë. Një njohje e re mund të vijë përmes punës ose një rrethi serioz. Çiftet duhet të shmangin kritikat e ashpra dhe të ndërtojnë një dialog të butë, pasi fjalët kanë peshë të madhe. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes mendore. Rutina e qetë ju bën mirë. Peshorja. Në 19 janar, peshorja ndodhet përballë nevojës për të balancuar dëshirat personale me kërkesat e të tjerëve, dhe kjo nuk është gjithmonë e lehtë. Do të ndiheni më emocional dhe perceptues ndaj energjisë së ambientit përreth jush dhe mund të ndikoheni shpejt nga tensionet ose disbalancat që ju rrethojnë. Në punë, bashkëpunimi është kyç, një ditë ku suksesi nuk do të arrini vetëm, por përmes komunikimit dhe kompromisit. Financat kërkojnë qartësi, sidomos nëse përfshihen para të përbashkëta ose marrëveshje me persona të tjerë. Mos i lini gjërat të paqarta. Në dashuri, beqarët kanë mundësi të njohin dikë përmes një bisede të sinqertë dhe të thellë, ndërsa çiftet duhet të punojnë mbi ekuilibrin emocional dhe ndarjen e përgjegjësive. Shëndeti përmirësohet nëse gjeni kohë për aktivitete që ju sjellin paqe mendore, si ecjet, meditimi apo muzika. Akrepi. Për akrepin është një ditë intensive emocionalisht, por e fuqishme për transformim. Mund të dalin në sipërfaqe mendime dhe ndjenja që i keni mbajtur të fshehura, dhe kjo është një mundësi e artë për të çliruar prej tyre. Në punë do të kërkohet përqendrim dhe maturi. Mos hyni në konflikte të panevojshme, sepse energjia e ditës do t'i amplifikojë ato. Financat kërkojnë kontroll dhe strategji. Shmangni rreziqet dhe mbani në vëzhgim shpenzimet. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një tërheqje të fortë emocionale, por duhet të hedhin hapa të matur e të lëvizin me kujdes. Çiftet kanë nevojë për transparencë dhe sinqeritet absolut sot. Shëndeti lidhet ngushtë me gjendjen tuaj emocionale. Çlirimi i stresit do të jetë thelbësor. Shigjetari. Për shigjetarin, dita sjell një përzierje mes dëshirës për liri dhe nevojës për përgjegjësi. Ndërsa natyra juaj kërkon lëvizje dhe spontanitet, dita ju fton të ndaleni pak dhe të mendoni për pasojat e zgjedhjeve tuaja. Në punë është e rëndësishme të përqendroheni te detajet dhe të mos lini gjërat në dorë të rastësisë. Një projekt ose bashkëpunim do të kërkojë më shumë përkushtim se sa e kishit parashikuar fillimisht. Financat kërkojnë maturi. Edhe pse mund të tundoheni nga investime që duken premtuese, dita nuk favorizon rreziqet. Është më mirë të prisni dhe të kërkoni këshilla para se të merrni vendime të rëndësishme ekonomike. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një njohje interesante që nis nga një bisedë spontane ose takim i papritur. Mos premtoni më shumë se ç'ndjeni realisht. Për çiftet, dita sjell nevojë për dialog dhe ndarje mendimesh për të ardhmen. Shmangini keqkuptime duke qenë të rësisht të hapur. Bricjapi. 19 janari është një ditë shumë e rëndësishme për bricjapin, pasi energjia e ditës ju ndihmon të shihni më qartë drejtimin që po merr jeta juaj. Ndiheni më të përqendruar, më realist dhe më të gatshëm për të marrë përgjegjësi të reja. Në punë do të filloni të shihni se përpjekjet tuaja po japin fryte, ose po ju besohet një rol më i madh. Financat janë në fokus dhe kërkojnë disiplinë. Është momenti i mirë të rishikoni buxhetin, të mendoni për kursime ose të merrni vendime që lidhen me stabilitetin tuaj ekonomik në të ardhmen. Në dashuri, beqarët tërheqin njerëz që i vlerësojnë për seriozitetin dhe besueshmërinë.
Një lidhje që nis nesër mund të ketë themele të forta në vazhdim. Për çiftet, dita sjell nevojën për bashkëpunim dhe mbështetje reciproke. Planet e përbashkëta që bëni do ta forcojnë më tej lidhjen tuaj. Shëndeti kërkon balancë mes punës dhe pushimit. Mos e neglizhoni trupin duke u fokusuar vetëm te detyrimet, pasi lodhja e tepër do të ndikojë në shëndetin tuaj. Ujori. Për ujorin, 19 janari sill reflektim, ide të reja dhe një nevojë për të parë përtej rutinës së zakonshme. Mund të ndjeni se mendja juaj është mbushur me plane dhe vizione për të ardhmen. Tani, sfida është t'i ktheni këto ide në hapa konkret. Në punë është një ditë e mirë për të rrahur mendime, por jo për të marrë vendime përfundimtare. Financat kërkojnë kujdes, sidomos në një shpenzim të paplanifikuar. Një ide që keni për të ardhura shtesë mund të lindë, por kërkon analizë dhe kohë që ta realizoni. Në dashuri, beqarët do të tërheqin dikë përmes origjinalitetit dhe mënyrës së veçantë të menduarit. Një njohje e re mund të jetë ndryshe nga çdo gjë që keni përjetuar më parë. Për çiftet, dita kërkon ndarje të planeve dhe ëndrave për të ardhmen. Dialogu në nivele intelektuale do ta forcojë më tej lidhjen tuaj. Shëndeti është i mirë, por duhet të shmangni mbi ngarkesën. Pushimi dhe distancimi nga stresi do të jenë thelbësore. Peshqit. Peshqit përjetojnë këtë 19 janar një ditë të ndjeshme dhe shumë emocionale. Ndiheni më të lidhur me botën tuaj shpirtërore dhe ndjenjat, gjë që ju ndihmon në marrëdhënie, por edhe mund t'ju lodhë emocionalisht nëse nuk vendosni kufi të shëndetshëm. Në punë, intuita juaj është e fortë dhe ju ndihmon të kuptoni situata që të tjerët nuk arrin t'i shohin. Financat kërkojnë realizëm. Edhe pse keni dëshirë të ndihmoni ose të shpenzoni për dikë tjetër, është e rëndësishme të mendoni për sigurinë tuaj ekonomike. Një vendim i matur sot ju shpëton nga shqetësimet nesër. Në dashuri, beqarët janë të hapur dhe mund të përjetojnë një lidhje që i prek thellë. Një njohje e re mund të ketë ngarkesë emocionale të fortë. Për çiftet, dita sjell thellim të ndjenjave përmes sinqeritetit dhe ndarjes së sinqertë të emocioneve. Shëndeti kërkon kujdes. Qetësia, meditimi ose koha me veten tuaj janë thelbësore për të ruajtur ekuilibrin. Për të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni videot tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.